Ka dashuri që lulëzojnë pa zhurmë, të heshtura, por të fuqishme. Ai shëron trupin, ajo udhëheq shpirtin drejt qetësisë dhe balancës. Së bashku nuk krijojnë vetëm lëvizje, por besim, kujdes dhe një botë të re mirëqenjeje. Pilates është një ndër format më të sigurta nga aktivitetet fizike, e cila në rast që ne jemi shtrirë, nuk i lëndojmë boshtin kurrizor dhe nyjet. Kjo është djanja më përmbushse e jamja si një fizioterapeut edhe trajner i kombinun, ku një person ka frikë për lëvizjes vetë, edhe vjen edhe kthehet me një aktivitet plot edhe i fortë, më bën mundi i plotësuar në punën time. Përpiqem më shumë me i dhënë motiv me dashur si trupin, ashtu edhe veten, edhe me dhënë sa më shumë rëndësi vetës. Fizioterapia edhe fitnessi nuk janë dy botë të ndara, janë dy botë që bashkëpunojnë me njëra tjetër. Janë disa aktivitete që na mundna me përfundu ose me kryesh me fizioterapi dhe ka raste që fizioterapia nuk mjafton edhe do të më kthy në aktivitet fizik. Shkaku që unë po vazhdoj me marr roli si trajner i fizioterapi fitnessit, të më thënë që nuk po mund në për shembull punën time me lanë si me në rrugtim gjys ose me apisu dikujt tjetër, edhe do me kanë që me nisë rrugtimin prej fillimit e pacientin deri në fund. Normal kur punojmë në grup jam më pozitive, më energjike edhe kam motiv më të madh se kur jam me grupe private. Në salla të ndara përmeton njëjtin vizion. Në jetë, ata janë partner. Në profesion, ata janë një forcë që ndryshon trupin dhe ndjenjat. Mua motivon të më thonë falënderimet që mi bëjnë klientela për mënyrën se si mihen edhe për rezultatet që i kena mërë na dy bashkë. Të më thonë, nuk është veç merita jame ose veç merit e klientit, po thamë këtë rast, është diçka që na dy kena bu bashkë dhe ata, do më thonë, e kanë pa një botë të re, që është mund me jetu pa dhimbje edhe me një lëvizje plot dhe shëndetshme. Balanca, sipas meje, është e mirë si për mendjen, ashtu edhe për shpirtin, përveç se aktivitetit fizik. Unë sot më shumë anoj drejt fizioterapisë, se është profesioni im kryesor. Po, një fizioterapi pa lëvizje të plota është e mangët edhe një fitness pa një uri thelbësore mund me kanë i rrezikshëm. Për me vërtetu se sa ndërlidhet fizioterapia dhe aktiviteti fizik, na mundna me bërë to teste të aktivitetit fizik që vazhdojmë. Për shembull, testi i parë që unë si fizioterapeut e baj tek pacientët e mi është të bëj testin Adamit. Testi Adamit është më shkuna me prek gishtat e këmbëve. Përmes këtij testi na mundna me pyet sa ka për shembull elasticitet pacienti edhe nëse ka domethënë jo balancë të pelvikut apo të pjesës torakale. Shka të thamë është pak, kur ta ki partnerin afër, kur ta ki krah djathtë, çdo sa ka më të shku super. Sepse kur dashuria bashkohet me profesionin, lëvizja merr kuptim dhe çdo moment bëhet forcë.